Dhe ja ku jemi dashur me bashkë të kuzhina jonë, të kuzhina jonë e bukur që ka ditë vetëm Mia Home e ta dekoroj, e ta bëj ashtu siç duhet. Elena që vjen e lumtur e 2 minutë të natën se çfarë recete më na sjell. Ku ka një recetë më mirë se lakna turshi. E përdorim gjithë dimrin, e përdorim çdo familje. Është e shnetshme, është e shishme, edhe është tamam tradicionale jona që e kemi në tryezat. Nuk shtrohet një darkë dimrit pa lakmin turshin mes, e sidomos najherë tjetër mund të bëjmë edhe ato të cilat e kanë edhe langun e rasojit që janë super të shëndetshme, që konsiderohen si antibiotik madje. Lenë, mirë se erdhe. Por sot do të flasim për rasojin, as për lakrin e kuqe, por për lakrin e bardhë. Një prej recetave të vjetra tona, që s'ka ndryshuar shumë, më ka mbet aty, e gjysheve e tona, nuk është që u modifiku. Se s'ka nëjë hapësirë me modifiku. Sot kena me qaru mënyrë ma klasike të mundshme që ekziston me bu fermentimin e lakrës tursi, ose lakrës rasoj. Vetë me qëllim nuk e kemi zgjedhë me shtu lakrën e kuqe, ose edhe dikush preferon rrepën e kuqe për mjep në ngjyrën e rasojit kur veç fermentohet, për shkak që me bu formën sa ma klasike. A i kupton se rasoj mundet me qenë edhe me ngjyrë dhe pa ngjyrë, tash sidomos ma të vjetrit e preferojnë me kam pa ngjyrë, për shkak se qështu edhe janë mësu edhe janë rritë. Nuk ka shumë rëndësi ngjyra, rëndësishme është vlera të ushqyse që i ka langu i rasojit. Po, por para se me shku të langu i rasojit, vlera ushqyse ka lakna si lakën. Lakna si lakën, thjesht është ilaçi natyral që na e kemi çdo ditë në dimër. Ka cilëm, kështu e kena si opsion. Në çdo muj me shfrytzu, në çdo vakt të ushqimit që hajmë, qoftë për shembull vaktin e mëngjesit, qoftë në drekës, për shkak fibra, për shkak sasisë lartë të vitaminës C, për shkak për shembull se lakna komplet i ruan vlerat ushqyese, vetë mbështjellësi i laknës është krijuar në qatë formë që nuk ka mundësi me marrë për shembull mikroorganizma prej ambienteve të jashtme, më thanë thjesht na në çdo sezon, në çdo hap e kemi mundësinë me marrë vlerat ushqyese që i duhet trupit, e kryesisht me ndiku të ajo që e kemi çrregulluar që sa herë që e tham sistemi tret edhe te flora jonë, te zorra jonë që domethënë se cilën herë më shumë është shumë më i shprehur problemet që janë kryesisht me zorë, e lakra është ilaçi natyral për me rregullu komplet metabolizmin përgjithësi. Lakra e bardha e kuqe ka më shumë benefite shëndetësore. Lakra e bardhë dhe kuqe i kanë vlerat ushqyese të njëjta, vitamina C, fibrat, antioksidant natyral, po lakra e kuqe e kemi thonë e vjollëtja, ato ngjyrat, sa ma të theksume kanë antioksidant më shumë. Antioksidant janë kryesisht për ngritjet imunitetit, që ndikojnë kryesisht në rigjenerim të qelizat, që në këtë rast në ndikon për me ngrit imunitetin. Na sot kemi me bu një probiotik natyral, që mujmë çdo ditë me pasë në shpe. Më thonë, mënyrë natyrale të fermentimit lakrës, që me arrit do më thanë sasinë e probiotikve, mos më shtu ufull, mos më shtu aditiv, mos më shtu kur gjë tjetër eksa që me prish, do më thanë mënyra qysh me fermentu laknën, që me arrit sasinë e probiotikve, po pa e prish, do më thanë pa ja u prish vlerat. Këtë mënyrë që e ke prej, kjo është vetëm një prej metodave, mund të vendosin... S'ka problem varet prej inës, që kemi që ashtu dhe... që kam pa, që e shtyn laknën komplet. Ato nëse i bujmë në ato kacat e mëdhaja, zakonisht preferohet me ik vetëm pjesën e fortë, që është ose... Veç pak të pjesa e fortë, të menujmë kamet vetë, edhe nuk e di që kuston... Qësh i thoni Shtina? Na i thojmë kaqan. Kaqan, po. A i thonë edhe ju kaqan? Te për makona. A ka vlera ushqyse? A ku fitu na i sen për kaqan? Komplet lakra ka vlera ushqyse. Mundush me ongur nëse vesh të pëlqem, po zakonisht për tushi është hek, edhe kripa shtohet atë. Edhe tani e lojnë me qëndru lakna ta shtu me krem. Për deri sa të bojnë një farloj uje, vetë që ajo është uj që është probiotik, po në këtë metodë shtohet ma shumë krepë, që më nuk më pëlqen me metodën po. Me kaca zakonisht i kanë shtu pak ma shumë krepë, dhe kjo nuk ka nevojë mi shtu ma shumë krepë, sepse i bojmë në enë qelçi ma të vogla,
edhe i haj ma shpejt pasi që t'hapen. Ato në kacat e mdoja i kanë shtu kryp për meru i cilësin. E zakonisht sasia tepër të kripës edhe sasia e ufullës shtu, arrin mi myt ato bakterjet e mira, nuk arrin mu fermentu maksimum. Na pa hup kopë, fillojmë me pregaditjen. Okej, na kemi marrë një enë shumë të vogël, sa për me qunë shpejt. Dhe sa për të strem. Në fakt, Len na ka shkru miku jonë, Shëndrit Lumi, cilën e përshëndesim. Edhe ai, kush dhe që e nje, din që ke dimnin qëtë foto Insta Story me gotë rasoj. Do me thonë, pia e preferune e tina është rasoj. Kështu që na, që të lakën pja japim dhurat Shëndritit. Këtër ka me posë, rasojmë prej neve. Rasojnë, e vogël, po ma mirë me thonë falimderit se heq. Okej, në këtë jenë të vogël, na duhet një lakën e vogël natyrisht, sepse nuk ka vend për më shumë. Coptohet në versionin që ju dani, Lena ka vendosur me coptu në këtë mënyrë. Sasia e kripës është një lugë plot, ose një lugë plot edhe ose një lugë edhe njët mesme afërsisht 20 gram krep për 1 litër. Tash për shembull këtu i kemi bu 2 lugë gjysa afërsisht krep, edhe kena me pas 1 litër e pak ujë për shkak që e kemi edhe ashtu sasinë e tigullës. Fillimisht unë i paloj lakrat, sipas dëshirës, së më nxon sa më shumë hapësirë. Edhe me qëllim s'pi prej krejt një herë. Bravo. Me qëllim s'pi prej krejt me një herë që me po se qysh po na duhet format. Munden edhe me gri komplet lakran, po mu më pëlqen kur është kështu copë. Vetëm pak Len, sepse shikus pandej po ankohen që jo s'peshohim doktoreshen, jo s'po bina që po ban doktoresha. Gjithmonë kemi mesazhe të tilla, kështu që ja këtu po shihet. Bravo, djem. Rënditet, pastaj në anën në një enë tjetër, a vlohet uji Len? Jo, për shkak se nëse vlohet, ajo kur fermentohet që ndron ma gjatë, po nëse vlojmë, i humbim mundësinë e fermentimit, nga dalsohet fermentimi edhe ato bakteriet nuk i arrim deri maksimum. Ne preferojmë i shtu gjethe dafine, se kemi thënë sa herë që është antivirale, kështu që tash virus t'i kemi shumë aktiv, edhe normal kokër biber të zi, edhe për efekt anti-inflamator që ka, po edhe për mjep shije, kuptohet. Ka pak shumë pak krep, direkt e lakra kështë, po jo krejt sasin, sepse duhet me tret kripen në ujë. Më thanë deri sa të mushim. Kur mbyllet, a duhet të qëndrojnë në ambiente me temperaturë domës, të ftata në balkon, për shembull në banesa, e kom pa që i lojnë? Duhet me qëndru në temperaturë minimum më pak se 25 gradë, më thënë ma e vogël, zakonisht 7 deri në 14 ditë, tash më varet, e shohim se zakonisht duhet me po, masive që kemi në qelë që shohim afërsisht se nëse lakra i del larkë prej ujt, mundet me kriju mëk, edhe mundet mos mu fermentu mirë, po mirë është 14 ditë, me arrit vlirën maksimale të probiotikve. Ta shaka me duru Shëndriti 14 ditë, ama jo, nuk e di. Ama Shëndriti e ka obligimin a thirë në darkë tani, me është me shku me i provu në edhe me provu me na e vlerësimin për sasinë për lakrat. Kur hapet Len, sa rekomandohet me përdorës? Nejtë, se kjo është sasi e vogël edhe shkon shpejt, po kur hapet... S'ka problem, lakra, kur arrim fermentimin e ka kripen, ka probiotik qëndran. Vish nëse me duhet të jetë në ambient ftohtë pasi të hapet. Nëse i thotë shumë langu, normal që duhet me pas parasysh që ka mësi ose me në gjyrë lakra tjetër, ka mësi që ka arrit mu prish ose... Po. Mund të konsumohet lakna nga të gjitha? Ka ndonjë, për shembull ata që kanë probleme aciditet ose diçka që duhet i shmangen pak më shumë laknës turshi? Për shkak që nuk ka ufull, edhe ka sasi të kripës mjaftueshme, nuk ka nevojë me pas kufizime ata që kanë aciditet, përkundrazi përmban probiotik edhe rregullon komplet florën, çka duhet me pas kujdes, për shembull personat me hipertension, duhet me pas kujdes, mos me përdorë sasi të lartë të lakrës, për shkak të kripës që përmban nështë
dozë pak më të madhe, po në formën që jemi të e bo, nuk ka problema, dhe nëse ka sasi të vogël të kripës. Në më thënë komplet sasin e kripës që na kam bet, e shtojmë të ena që kemi me... Shumë shpesh ka receta lenë, lakna trushi, përdoret për gjellë me lakna, përdoret për pite me lakna. Sa rekomandon ti se është, unë e thash edhe më herët, pavarësisht që s'ka ufull atë aciditetin e vetë e ka për shkak fermentimit. Është e vërtet. Bën për shkak shijes, po normal mirë kishen me u përdore freskët. E freskët. Lakër gjellë po, bën. Po. Për shkak se nëse bujmë zakonisht buhet me ashtë të lopës, ose të viqit, varet që qysh e kanë. Edhe kjo është përparësi për arsye se arrin me marrë edhe kolagjenin. Normal, në atë periudhë degradohet sasia e vitaminës C që e përmban, po fibrat që i përmban lakra, kur bin kontakt me vajin e ullirit edhe kur zihen, ato rritet se cilën herë ma shumë, kuptohet në ndikim temperaturës edhe probiotik për shkak që janë bakterje të gjalla ka mundësi mos me qenë nivelin e duhur, po vlerat ushqyese tjera, fibra kryesisht fillojnë me ju rrit. Është ta marrim një hing që me pas më të përshtatshme me gjithna, mos mu gëzu se u knaqe. Gjithmonë Lena gëzohet. Mos mu gëzu në emision. Për ndryshe po bona kështë spomnin Lena dhe pitja me lakna trushi është shumë e mirë. Lena thëtë më sa një pite, po ka njëherë njapë, s'ko gojle. Jo, vëlla, unë s'ta mas njëherë se s'ko gojle. Une po thamë. Ti po thua, une jo. Une po thamë se është shumë e shishme. Kështë spomnin Lena. Dhe si atë fëmija kërthojnë po të ka dhejt dishka në vesh edhe full me zonë. Po. Kemi nevojë edhe pak, sigurisht e kemi, po na përshtojmë edhe kështu se zakonisht bëjnë me shtu edhe ujnë. A duhet me mbulu lakrën? Po, duhet patjetër ujë me mbulu lakrën. Normal nëse veç keni ato janë disa si lojrjeta, plastike që i qitën që mës me pas mundësi, po tash na e kemi lënë pak ma poshtë lakrën edhe besoj që mjafton, nuk ka asnjë pjesë sa si laknës që ka me. Për ndryshe, e njëjta procedurë është edhe për lakrën e kuqe. Po, nëse dojna me pas rasoj në ngjyrën e kuqe, komënejt kuqe, atëherë mujna mishtu edhe lakërt kuqe, ose rept kuqe, për mi jep ngjyrë edhe për mi jep shien, normal mi ashtu kryesisht të vlerat të shqyte. Dhe një pyetje Lenë, unë e di që në shumicën prej familjeve sallata e lakrës përdoret kështu goxha shumë. Madje unë personalisht gjatë Ramazanit nuk ka iftar që shtroj pa salat, ose një darkë pak ma, unë kam qef me pas edhe salatin. Për shkak të fibrave që ka, a rekomandohet me u hangër çdo ditë lakna, për shembull në formë sallates, a është të dëmshme për zor? Rekomandohet me hangër çdo ditë, edhe rekomandohet mundësisht mu bo me krip me vaj, edhe ma pak me pas ufullës, se çka që i shtojmë limon për shembull, vend të ufullës. Me limon është shumë më e mirë. Po qka nuk më pëlqen mu, për shembull se e vrej në restorane, ose në vendet jashtë që bujnë lakrën salat, edhe lojnë me qëndru për shembull sot për nesër ose gjatë gjithë ditës, e kombinojnë edhe me kastraveca, me këto gjana tjera që apo diona, me perime, ajo realisht ndikon me marë prej jashtë mikroorganizma, edhe në këtë rast as nuk kemi bosa si probiotikve. Normal është mirë me pregadit frest, edhe me konsumu të frest. Nëse veç ka metë sasi e lakrës, me zi me bo lakra, edhe mos me lo me qëndru. Për shkak që me njanu, në momentin që heket prej mbështjellësi që ka mundësia për me marë sa ma shumë mikroorganizma, për do më thamë me izolu bakteria shumë e madhe, në këtë rast mu me bo ma shumë dëmë se so hajë. Sallata e lakrës, sidomos të periudhën e dimrit, është ideale. Lakra, në përgjithësi, çfarë do forme, është ideale për me marë vitaminën C, për me ngrit imunitetin, për me marë sasi të fibrave edhe probiotikëve kuptohet në aspektin e të ushqimit. Gjithmonë ushqimet e pagatuara i ruajnë komplet në 100% cilësinë edhe vetitë e tyre ushqyese. Unë bëj mend se vogël kursar ka banana ose turshi ose çka do prej laknës, një pjesë madhe gjatë kohës sa ka cëtu e kum hangër, po. A është e dëmshme kur hahet kështu e freskët? Jo, absolutisht. Jo, absolut. Edhe ma mirë për shkak që nuk keshtu krep, nuk keshtu avden, nuk keshtu, po e ke marrë 100% vlerat, po. Vlerat ushqyese. Për ndryshe një gotë rasoj në ditë,
është një antibiotik. 50 ml rasoj në ditë është sasia e probiotikve që ndoshta referohet kur kemi dim që e kemi dëmtu florën ose zorën gjatë përdorimit antibiotikve ose kur jemi me grip, e kemi thënë se është 70% e sistemit imunitar varet prej zorrës tonë ose florës, e në momentin që marrim sasi florë kemi krejt organizmin, në momentin që marrim probiotik sa na duhet, për shembull 50 ml ka probiotik mjaftueshëm për fëmijët, 100 ml ka sasi probiotikëve të mjaftueshëm për tritun. Kështu që një gotë rasoj për tritun e një gjysmë gote për fëmijë, mrena ditës, të paktën 3 javë me fillu me bu rregull, si lloj ilaçi, është ilaçi më i mirë që mujna mi bo për imunitetin gjatë dimrit, e mos klasim se në këtë periudhë fëmijët edhe ashtu smuen, kanë virus, kanë grip, duhet me përdor antibiotik, kishte qenë ideal me bo rregull, kështu si lloj sirupi mi jep çdo ditë, nëse nuk ju pëlqen. Shija mujnë mi shtu mjalt për me të fëmijët sidomos, për me rregullu shijen, nëse s'ka shumë krip, i shton mjalt të fëmijët për me javë rregullu shijen edhe me javë neutralizu se ka mësi që edhe nuk ju pëlqen. Po, s'ka problem, për shembull langu i rasojt i kësaj, ka sasi të vogël të kripës, nuk ka ashtu tepër krip që mos me mujt me toleru fëmijët, po. Kjo vlen edhe nëse fëmijët janë me një diare, me një grip, me barqitje? Nëse ka vjellje, jo, për shkak që mundet me provoku, ama nëse ka barqitje, po. Po. Mu i mishtu pak limon, mu i mishtu mjalt që me neutralizu shijen, masi veç s'ka ufull, në këtë rast bëhet ideale një lloj sirupi ideal. Rasoj për 7 zonat? Gjithë. Bile 7 zona pa probiotik nuk bën heq, absolut, për shkak që dim që për shkak të ndryshimit hormonal, edhe hapësirës që zvoglohet në zorë, kemi që rregullim me përgjithësi me jashtëqitjen, edhe kështu që në këto rast niveli probiotikve edhe prebiotikve, se lakna përmbana edhe probiotik edhe prebiotik për shkak të fibrave, duhet me qenë gjithmonë nivel. Nëse ju lakër, kefir, kos grek me ndyrë sa ma tëll, ushqimet ose frutat që përmbajnë sa ma shumë fibra, duhet pa tjetër. Mëson është kështu, obligative, sidomos të 7 zonat, edhe është ideale dhe ma e thjesht për me mujt me menagju qatë pjesën e problemit që vetë që ka. Pyetja që s'pëm shmangët ma, gjatë këtyre muajve, gjithçysh diçka për 7 zonat, po vetë kifaj. Len, faleminderit shumë për këshilla që je gjithmonë e kujdesshme me formula që na sjell, që me na lehtësu, me kuptu. Se shpesh kemi arsyet se kuptova, valla, po jo ty po të kuptojmë, veç nëse s'dojmë me i marrë këto vitamina, këto minerale. Me kënaqësi edhe me shumë motiv, sa ma shumë që po më dëgjani, qash ma shumë po motivona. Kështu që na po mundohemi Len përmes familja jonë krejt dhe mi u kthy mesazhin. Kërkesat e mëdha janë për receta, sidomos për recetën e nëse zgaboj para 2 javëve që ka qenë për antiinflamator. Kështu që ju lutem ke dashur miq, kushdo që dëshiron recetat të cilet Lena i sjell, përveç që i gjeni te na, te familja jonë, shkruani direkt në faqen me Lenën. Lena ju kthen përgjigje për çdo recetë, për çdo benefit, për çfarë produkti dëshironi, se s'përshina veç selule. Për çdo gjë tjetër i shkruani Lenës në faqen e saj Instagram, Facebook, kudo tjetër që e gjeni edhe në TikTok madje, edhe ju kthen përgjigje më të shpejta. Ne po mundohemi maksimalisht me stafin me kthy përgjigje krejt juve që po na shkruani. Mos harroni, familja jonë transmetohet çdo të diel në televizionin Kanal 10 në ora 16 deri në ora 18, ndërkohë gjatë gjithë javës, 24 në 7 e gjeni në të gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në web faqen tonë, në YouTube, kudo jemi online 24 orë në 7 ditë. Materiale të shumta, me intervista të shumta, me shkrime të ndryshme, gjithmonë duke i pranuar mesazhet e juaja, duke munduar të përgjigjemi pozitivisht kërkesave dhe pyetjeve tuaja dhe rekomandimeve se këta sjellim, çfarë teme të trajtojmë me çdo gjë tjetër. Vazhdoni me na shkru, vazhdoni me qëndru me neve, vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10, sepse kolegët tonë kanë përgatitur materiale të shumta. Ne do ndahemi me këtë material nga ju për të ju lënë takim në javën e ardhshme të dielën ora 16. Mirëmëngjes, dashur miq.